E premti aq do herë I kushtohet sportit, si gjithmonë në studio e kemi të ftuar Endrit Jasharin, kolegun ton nga Gazeta Express, por sot Endriti ka ardhur bashkë me Valjan Nikshin, sekretar I përgjithshëm I Federatës së Volejbollit të Kosovës, ku bashkë me ta do të diskutojmë për kampionatin evropian U16 për vajza që organizohet bashkërisht kësaj radhe me Shqipërinë. Për këtë detajet, veç kam në studio Endritin edhe Valjoni. Mirëmëngjes Valjan. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Endrit? Mirëmëngjes, Jelin. Mirëmëngjes. Qysh je? Mirë, me disponim si çdo herë. Nxehtë pak, po mirë. Po temperatura po janë tash veç lorta me mëngjes, po kështu që mirë, kena me fol për sport, për volejboll. Po. Edhe për kampionatin evropian të vajzave U16. Flasim pak Valjan se çu erdhi vendimi që Kosova me Shqipërinë të bashkëpunojnë për këtë evropian? Për këtë kampionat? Po, ne përveç këtij bashkëpunimi kemi edhe bashkëpunime tjera, domethënë organizojmë mjaft garat përbashkëta, kemi ligën Gjergj Kastrioti, kemi kupën Pavarësia, kështu që jemi në rritje të këtij bashkëpunimi dhe ideja pikërisht ka ardhur fal bashkëpunimit mirë që kemi, që të aplikojmë së bashku me Federatën Shqiptare, kështu që spontanisht ne e kemi planifikuar këtë gjë së bashku edhe me drejtuesit e Federatës Shqiptare dhe kemi aplikuar, kështu që Federata Evropiane na e ka besuar këtë organizim edhe ja ku jemi. Për pak ditë presin fillojmë me kampionatin. Okej, çush po shkojnë përgatitjet? Është një për një event kogja I madh që ka me ardhur në Prishtinë dhe besoj shumë që ka me konë një paraqitje shumë e mirë e komplet organizimit që ka me bo Federata e Volejbollit të Kosovës, që po bën punë shumë të madhe bashkë me Federatën e Volejbollit të Shqipërisë. Duhet me thonë që I kanë raportet për një shumë mira edhe prej prizmit gazetarit, po edhe prej një volejbollisti, se tash disa vite janë pjesë e komunitetit volejbollit. Edhe pikërisht ka pasur ky njoftimi për organizimin e përbashkët Kosovë-Shqipëri për kampionatin evropian U16 për vajza, në kohën kur Federata Shqiptare e Futbollit pati njoftu se ka me organizu së bashku kampionatin evropian U21 me Serbinë. Edhe në qatë periudhë ka edhe njoftimi për volejboll që ka me organizu Kosovë me Shqipërinë, edhe ishte bileone thash ato që nuk e ka bo futbolli, po e bon volejbolli, një organizim përbashkët të dy federatave tona, një organizim ka rëndësishëm që po e bon për dalim nga futbolli, që momentalisht ndoshta dy federatat nuk është që I kanë edhe punë aq mirë, ndoshta si për kampionatin evropian që po organizohet, ashtu edhe për lojtarët që po bëjnë ndryshime të ekipit kombëtar. Kështu që prej dy korrikut valon nis kampionati evropian, gara ndeshjet ka më mbajt në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, edhe për ma shumë detaje se çysh po shkojnë organizimi deri më tash, besoj Valjoni na jep ma shumë detaje. Po gjithsesi, është një prej ngjarjeve mos të më e madhe që është organizuar në Kosovë deri më tani, për shkak se kemi të bëjmë për kampionatin e parë të sporteve kolektive, pra nuk është me divizione, po është thjesht kampionati evropian, edhe po besoj që gjatë kësaj kohe të kemi edhe spektatorë cilët do ta mbështesin kombëtarën tonë. Ndeshjet do zhvillohen nga data 2 deri me 10 në Prishtinë, pastaj ndeshjet gjysmëfinale dhe finale do zhvillohen në Tiranë. Në njëjtën kohë do zhvillohen ndeshjet edhe në Tiranë, mirë po finalet do zhvillohen pra me datën 13 dhe 14. Kosova do t'i ketë ndeshjet nga ora 8 çdo natë, domethënë, kështu që ju bëjmë thirrje perfekte për tifozat me shku me fal. Me po dhe po pres që gjithë dashamirët e volejbollit dhe jo vetëm po të sportit në përgjithësi të vinë edhe t'i përkrojnë këto vasha të reja të cilat dikun për një kohë gjatë kanë bërë përgatitje dhe po shpresoj që nuk do të na zhgënjejnë me paraqitjet e tyre, por do të bëjnë pse edhe ndonjë befasi për shkak se në fazën finale kemi të bëjmë me kombëtarët më të forta të Evropës. Po thu që ka qenë një kohë goxha e gjatë që vajzat veç kanë ushtru, edhe tash po besoj që janë përgatit për garat, kështu që çfarë po presni, jeni optimist?
Po, ne që thot populli ja kemi boj zmetin, mbi 20 ditë përgatitje planifikojmë që të kemi deri në fund, çka është shumë e rëndësishme që gjatë kësaj kohe vajzat kanë pas mundësi të zhvillojnë ndeshje miqësore, edhe fal një bashkëpunimi të mirë që kemi me Federatën Italiane, kombëtarja jonë ka qëndruar atje për 5 ditë me radhë, ku ka zhvilluar ndeshje miqësore me kombëtarën e Italisë, ndërsa pas kthimit ku po qëndrojmë në Skenderaj, ku e kemi kampin e kombëtarës, domethënë kemi pritur kombëtarën shqiptare ku kemi zhvilluar 2 ndeshje miqësore, ndërsa dje dhe pardje kemi pasur ndeshje me kombëtarën e Kosovës U19, kështu që po mundohemi që sadopak të hyjmë sa më të përgatitur dhe të kemi ndonjë sukses. Deri këtu, domethënë deri në fazën finale kanë qenë 2 faza kualifikuese, pra faza e grupeve, edhe faza tjetër që kemi të bëjmë pra me kombëtarët më cilësore të Evropës. Janë gjithsej 16 ekipe, pra 8 do të jenë të akomoduara në Kosovë dhe do të zhvillojnë ndeshjet në Kosovë, ndërsa 8 tjera do të jenë në Tiranë. Kështu që ne do të synojmë edhe rezultat, mirë po pra kemi të bëjmë me kombëtarët më të forta të Evropës. Që shkon valon tash kjo pjesa a vlerësohet me pikë sa ekipe kualifikohen tutje? Jo, kemi secila kombëtare luan me secilën. Pra dhe pastaj 2 kombëtarët e para zhvillojnë në gjysmëfinalet, kryqëzohen i pari me dytin. Me grupit që luajnë në Shqipëri. Me grupin që luajnë në Shqipëri, pastaj fitues luajnë finale dhe humbësit e këtyre ndeshjeve gjysmëfinale zhvillojnë ndeshjen për vend të tretë. Ndërsa sa i përket mbështetje, sa keni pas mbështetje nga institucionet si Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komiteti Olimpik? Po, mund të them që mbështetja ka qenë në këtë nivel e dura, ne kemi bashkëpunim mjaft mirë si me Komitetin Olimpik, mirë po edhe me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe të them drejtën, kjo mbështetje nuk ka munguar. Kështu që ka na mbetet neve është të punojmë në organizimin dhe të arsyetojmë epitetin që kemi marrë për këtë organizim, po në njëjtën kohë edhe të synojmë të arrijmë edhe rezultate. Kështu që po përsëris edhe njerë bashkëpunimi ka qenë i mirë dhe mbështetja nga Ministria e Kulturës nuk ka munguar asnjëherë. Ndërsa në drejtë e përmendet që Federata e futbollit Kosovës dhe Shqipërisë nuk është që gjithmonë i kanë pas raportet mirë, por ndërsa në voleibol kanë arritë që me pas bashkëpunim. Për një i përmendi edhe Valoni është Liga Gjergj Kastrioti që për komunitetin e voleybollit është një diçka kogja e madhe, domethënë që 3 vjet nashta Valon është që kjo që po ndodh edhe për një ekipet më të mira të Kosovës dhe të Shqipërisë ballafaqohen me njëna tjetrën si në konkurrencën e vajzave ashtu edhe në të djemve, duke dhuru ndeshje fantastike. Bile këtë vit kanë qenë ndeshjet finale janë zhvilluar në Lipjan, në qytetin tim, edhe për një ka pas shikues kogja shumë edhe ndeshjet janë konë spektakolare. Njëjtë është edhe Kupa Pavarësia që zhvillohet për derë të ditës së flamurit, për derë të pavarësisë së Shqipërisë. Edhe bashkëpunimi është fantastik, edhe njëjtë tash nuk se di për Shqipërinë që ka bërë përgatitjet për ekipin e Kosovës U16 kom po dhe në rrjetet sociale kanë përcjell që kanë postu vazhdimisht rreth përgatitjeve dhe që një kohë kogja gjatë vajzat e Kosovës janë duke përgatit, personalisht ka me shku me i përcjell aq sa mojnë ndeshjet edhe me i po paraqitjet e ekipit Kosovës. Sa është rëndësishme një event i tillë për imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare? Ka shumë rëndësi. Tash vën disa vite që unë jam si sekretari i Federatës Voleybollit, mirë po besoni që ka shtete cilat ende ose ka lojtarë ose shtete që ende mendojnë që në Kosovë është situatë e jashtëzakonshme. Mirë po kur vinë edhe shohin edhe përballën me krejt diçka tjetër, domethënë shohin që Kosova është një vend normal, kështu që në këtë aspekt. Aspekti i dytë kisha më thonë që është aspekt ekonomik për faktin që 7 kombëtare tjera vinë në Kosovë dhe gjatë këtij qëndrimi këtu, ato kontribuojnë në aspekt ekonomik. Sadopak, kështu që po besoj që me këtë organizim ne ndikojmë në rritjen e imazhit shtetit Kosovës,
përveç të tjera, kështu që është shumë e rëndësishme që t'i hapim rrugë edhe neve vetes si federat që në të ardhmen të aplikojmë edhe për aktivitete më të mëdhaja. Edhe po besoj që do të ketë impakt edhe me siguri me përgatitjet që jemi duke i bërë, do të marrim domethënë nota pozitive për këtë organizim. Përmendi Valoni, për me lojtarë tjerë, se ta shkove të fundit po ka kogja shumë lojtarë ekipet po investojnë dhe po marrin lojtarë të huj. Ne kemi pas në klubin e Lipjanit dhe kemi pas 1-2 transfere, njëne prej tyne prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe mendimi i parë i tij shkon sikur Kosova është gjysh si një shtet i lënë të anash. Edhe kur ka orë këto, përshtypjet e tij kanë ndryshuar për 180 shkallë. Ai thejke nuk më me besu se qysh Kosova mundet me koni një shtet kaq i nënvlerësuar. Sa mirë që kur të gjënë kësi fjallë, që të mësë ka sportist e huaj që vinë në Kosovë dhe e shohin realitetin Kosovë, po sa mirë që edhe për mes sportit, Kosova po njihet edhe sportistët e tjerë po dinë ma shumë për Kosovën edhe për vlerat e Kosovës. Ne kemi pas edhe organizime tjera, mirë po problematike në një të hasim, domethënë, jo vetëm me sportistë, po edhe programet e seminarit trajnerëve, kur kanë ardhur disa trajnerë kur janë konsultuar me Oku, po shkon se Kosova është një vend i rrezikshëm, mirë po edhe ato që ata ndriti, kur vinë edhe hasin krejt diçka tjetër edhe shohin që Kosova është një vend më shumë se normal, më i sigurt se ndoshta në shtetet prej ka ata gravitojnë, kështu që po besoj që kjo është një impakt mjaft pozitiv për edhe që jemi të mirë në sport. Po ndoshta për rezultate na duhet kohë me punu më shumë këtë drejtim, po për që jemi një koncert mirë edhe organizatorët mirë këto e kemi dëshmuar në shumë disiplina sportive, jo vetëm volejboll, se tash nuk pelonohemi vetëm volejbollit, po bëna më modest. Po, Valjan, zakonisht e kemi diskutuar shpesh edhe me ndritin që jemi shumë të mirë në sporte individuale, po në ekipe, që ta mërmenja, që për flasim tash për volejbollin, sa jemi të mirë në ekip? Po si sport, volejbolli është një sport mjaft atraktiv, po duhet normal bashkëpunim sikur sportet tjera kolektive. Nuk është që jemi, mos them që jemi dob, mirë po ne jemi në zhvillim me sipër çdo herë. Kështu që nëse vazhdojmë me këtë tempo, me siguri që në të ardhmen do të kemi një të ardhme të mirë edhe në rezultate që ndoshta për momentin janë duke na munguar ose nuk kemi duke arritur atë qëllimin 100% për shkak se ne si drejtues gjithmonë synojmë kemi më shumë, po besoj që jemi në rrugë të mirë edhe në të ardhmen tashmë për disa vite presim të jemi një koncert lojna me zllatare, kështu që pikërisht këto vajzat e kësaj kombëtare besoj që shumica prej tyre do të jenë pjesë e kombëtarës Kosovës në lojnat me zllatare. Kështu që kjo ne jemi thjesht duke trazuar një rrugë në mënyrë që këto lojtarë të krijojnë përvojë dhe në një të ardhme të afërt jenë sa më të përgatitura që të synojmë edhe rezultate në nivel evropiane. Valoni po kallëzohet pak modest, nuk po i përmende sukseset e beach volleyt, ekipeve Kosovës në beach volley që janë fantastike. Domethënë, unë mendoj që ekipi Kosovës beach volley viteve të fundit ka qenë jashtëzakonshëm. Edhe ka pas rezultate, kemi pas medalje prej kampionateve ballkanike. Po. Edhe ka pas suksese kogja të mira. Po nasha s'podi, nasha ato janë 2 veta, janë më pak se 6. Jo, realisht edhe beach volley, po na kemi të diskutu për volejbollin, se dhe beach volley mund themi që është sport kolektiv. Po, se janë 2 veta. 2 veta, kemi pas rezultate mjaft mira, mirë po për vetë faktin se shohim që ka një bashkëpunim ose një numër, sa më i vogël numri, rezultati shkon të rrit. Kështu që në përmendje e ndritje viteve të fundit kemi pas rezultate edhe në beach volley në kampionate ballkanike, në garat ndryshme edhe në Evropë kemi arritur që me grup moshat jemi deri te 13 dhe 14, kështu që unë po besoj që nga vitin e vet jemi sa më të mirë, qoftë edhe në volejboll, po edhe në beach volley. Ndërsa sa i përket përfshirjes së vajzave edhe të djemve, ku qëndron ndoshta interesi më i madh për me luajtur sportin e volejbollit?
Në këtë aspekt ndoshta mund të krenohemi për barazi gjinore, gjithmonë se numri I sportistëve vajza është më I madh, nëse marrim me përqindje dikun jemi 65 me 35% në favor të vajzave, kështu që është sport ndoshta që thonë që një si sport I vajza, mirë po unë nuk pajtona në atë aspekt për shkak se dhe vetë kam qenë lojtar edhe në volejbol, edhe në beach volley, kështu që nuk është sport që identifikohet si sport femror, po është sport me I dashur, ose kisha me thonë që ma shumë adhurojnë ndoshta sportistët femra. Ndërsa I përmendëm me disa të mira që të sjell volejbolli si sport? Po, nëse marrim domethënë konstruktin e volejbolistëve, sidomos të vajzat, shohim që vërtet kanë një trup zhvilluar mjaft mirë dhe drejt, edhe ndoshta benefitet kryesore që t'jep sporti I volejbollit janë pikërisht ndërtimi I drejt trupor, edhe shpeshher të doktorët kur I kanë rekomanduar, domethënë deformitet, sidomos fëmijët ose të rriturit që kanë deformitetet bushtit kurrizor, domethënë e preferojnë volejbollin si një ndër sportet që ndikon mjaft pozitivisht në ndërtimin e mirë të trupit. Kështu që këto janë ndoshta benefitet kryesore, normal që benefitet tjera janë përgjithshme kryesisht që ndërlidhen edhe me sporte tjera, po është një sport mjaft I mirë, ndoshta çka mund ceket është që nuk ka kontakt fizik, mirë po ka edhe ato anët negative që janë lëndime të ndryshme që mund ndodhin gjatë ndeshjes duke filluar prej nyjeve ato, kështu që po konsideroj që volejbolli është një prej sporteve mjaft që ndikojnë në zhvillimin e drejt trupit. Ndërsa sa I përket edhe investimeve të sponsorëve në këtë sport, ka mjaftueshëm? Është në rritje. Besoj që është në rritje edhe për me, unë e inkurajoj krejt rrit me umor me sportin e volejbollit, edhe paga tash janë të fillu të përmirësu kogja mirë, domethënë paguan kogja mirë lojtarët edhe ata që luajnë në Superligën e Kosovës volejbollit, si të vajzat, si edhe të djemë. Po. Kemi rritje të sponsorëve dhe ka interes me hyrën fuqi të ligjit sponsorizimit, domethënë për ne si federat kemi punu mjaft në këtë aspekt, ju kemi mundësu domethënë klubeve që gjatë gjitha ndeshjet, mos thonë gjitha, po ndeshjet derbit të transmetohen live në televizion, njëjtën kohë ne ju kemi ofruar reklamat LED pa pagesë, domethënë klubeve. Vitin e parë ndoshta nuk kemi qenë shumë të kënaqur me investimet që I kemi bërë, mirë po vitin e dytë një pjesë e madhe klubeve kanë gjeneru sponsor edhe të hyra nga këta sponsor. Njëjtën kohë edhe ne si federat kemi sponsor, ndoshta po përmendje kemi Raiffeisen Bank që është një sponsori kryesor, sponsori I artë I Federatës volejbollit, ndërsa kemi edhe sponsor tjerë që janë edhe ndihmojnë federatën në aktivitetet tona. Puna ose investimi sponsorëve ose për mbështetja sponsorëve për neve është mjaft kruciale për shkak se kjo na ndihmon që ne të kemi numër të madh të aktiviteteve që I përmendi e ndriti, domethënë më herët jemi pe federatave lirisht mund të them më aktive. Vazhdimisht kemi aktivitete domethënë gjatë 12 muaj. Vetëm tani kur po bisedojmë domethënë përveç përgatitjeve kemi kombëtare në beach volley në Maqedoni, ndërsa shumë shpejt pritet kemi edhe aktivitete tjera, domethënë është kombëtarja U21 që do të kemi kampionatin ballkanik në Shqipëri, pastaj e kemi përgatitjet e kombëtarëve seniorë që do t'i kenë ndeshje gjatë muajit gusht e kështu me radhë. Domethënë aktivitet mas aktiviteti. Po, Gelin, për një mend nashta krejt federata tjera janë momentalisht në pushime, federata e volejbollit I ka me një 3-4 aktivitete në terren njëjtë kohë që janë duke I zhvilluar aktualisht. Okej, po e përmendem edhe njerë për fond për krejt ata që përna përcjellin për kampionatin Evropian U16 të vajzave, kur do të filloj dhe nga ca ura do munden me ardhë me I përcjell ndeshjet? Fillon me datën 2 korrekt. Fillon me datën 2 korrekt, ndeshjet fillojnë në ora 12:30, ndërsa çdo 2 orë gjys do të ketë në program 4 ndeshje në ditë, po çka është më e rëndësishme që ndeshjet e Kosovës do të jenë prej orës 8 çdo ditë, domethënë prej datës 2 deri me datën 10. Kështu që edhe njerë ju bëj ftesë gjithë dashamirëve të volejbollit, mirë po edhe gjithë
mbështetësve të kombëtarës tonë në volejboll të vinë dhe t'i përkrojnë këto vajzat reja për shkak se kanë nevojën për mbështetje. Kështu që një mbështetje mjaft e vogël mund të ndikojë pozitivisht të këto vajzat reja. Faleminderit shumë Valjan për këto informacionet dhe po ju urojmë shumë suksese, shihemi me aktivitetet e tjera. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.